Jemi rikthyer pa humbur kohë një me disa prej zhvillimeve kryesore, i ndjekim së bashku. Një mega operacion Shqipëri-Itali çoi në goditjen e një grupi kriminal shqiptar. 52 urdhër arreste u lëshuan, nga të cilët janë ekzekutuar 42. Dyshohet se bëhet fjalë për grupin e Xhevdet Troplinit, nipi i të cilit Ervis Doçi është shpallur në kërkim. Urdhër arreste dhe për pronarin e një agjencie udhëtimi, 2 policë dhe një avokat, por dhe zyrtar. Gjatë mega operacionit të SPAK dhe antimafjes italiane u sekuestruan pasuri me vlerë miliona euro, para, drog, 3 restorante, një bar kafe dhe një kanal televiziv. Në pamjet e antimafjes duken tufa parash dhe drog stampuar me emra të ndryshëm. Rreth 70 gram tritol i lidhur me një celular u gjet mbrëm në Durrës. Kalimtarët informuan policinë për lëndën e dyshimtë e veliera pak metra nga banesa. Ish kryebashkiaku të Durrësit Vangjush Dako, shpërtimi kontrolluar nga Xhenion. Ende nuk ka një autor të dyshuar apo pistë të qartë për vrasjen e Ermir Dedjes të hënën në Durrës. Burime thonë se janë pyetur 13 persona, mes të cilëve edhe ëma. Hetohet prishja e pazareve të drogës dhe hakmarrja. Pas humbjes së thellë në zgjedhje, PD përdor lobimin $6 milion për t'u ankuar në SBA. Në dokumentin e siguruar nga Report Televizion, PD thotë se ka përgatitur një raport për masakrën zgjedhore. Tek kompania që tashmë ka nënshkruar dhe marrëveshjen dhe e ka dorëzuar atë në Departamentin Amerikan të Drejtësisë. Një shqiptar është mes 38 arrestuarve në Venezuela. Autoritetet e presidentit Maduro të shpallur narkoterrorist nga SBA thonë se Enit Kasmi bashkë me antar shqiptar dhe kolumbian të mafjes kërkojnë të destabilizojnë vendin. Iglitare do të zyrtarizohet si drejtori i ri i Milanit pas përfundimit të sezonit në Serie A këtë fundjavë. Ai ka refuzuar disa oferta të majme nga Arabia Saudite, ndërsa objektiv ka Vincenzo Italianon për trajnerin e ri të kuqezinjve, aktualisht në krye të Bolonjës.